إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Para gati një muaj thoshim mirë se erdhe Ramazan. Dikur thoshim nga dalso Ramazan derisa erdhi koha sot, që të përshëndetemi me të dhe të themi lëm të mirë Ramazan. Ramazani erdhi me freskinë e tij, na I freskoi shtëpit, na I freskoi xhamit, na I freskoi rrugët tona, na I freskoi zemrat tona, na I freskoi shpirtrat tona, na I freskoi gjymtyrët tona, na nxiti që sa më shumë të I kthehemi Allahut të penduar me bindje të plot se Allahu do të na falë, do të na mëshiron dhe me shpresë taj se do të fitojmë xhennetin e Tij. Ne e dimi gjithë se me përfundimin e Ramazanit nuk përfundon agjërimi. Me përfundimin e Ramazanit nuk ndalet leximi I Kuranit. Me përfundimin e Ramazanit nuk mbyllen xhamit. Me përfundimin e Ramazanit nuk përfundon pendimi. Me përfundimin e Ramazanit nuk ndalen duat. Megjithatë, ditët e Ramazanit dhe freskitë e tij padyshim që nuk mund që të barazon me asnjë ditë tjetër të vitit. Ramazani ishte dosti më I mirë, shoku më I mirë, krahu më I mirë jonë për në adhurimin e Allahut Azza wa Jall. Ishte ai I cili na forconte dhe na mundsoi që sa më tepër të I kthehemi Allahut Azza wa Jall. Ramazani po shkon dhe pas vete po I lë xhamitë mbushura me xhamat. Ramazani po shkon dhe po I lë namazfalësit të cilët I drejtoheshin Allahut ditë dhe natë. Ramazani po shkon dhe po I lë ata të cilët e lexonin librin e Allahut në shtëpitë e Allahut. Ramazani po shkon, po I lë agjëruesit me madhe dhe me pikëllim. S'ka dyshim që çdo ndarje dhe jep dhimbje edhe jep mërzi, kështu është edhe ndarja jonë me Ramazanin. Ndarje e cila na shkakton dhimbje dhe po ashtu na jep mërzi. Ramazani po shkon dhe na mësoi se vlerë nuk mund që të arrijet pa iman. Dhe shpëtim nuk ka mundësi që të arrijet pa devotshmëri. Dhe fitore s'ka mundësi që të arrijet pa adhurim. Ai I cili dëshiron gradat e larta të xhennetit Allahut, patjetër duhet që të punon, patjetër duhet që të angazhohet, patjetër duhet që të filion edhe sakrifikon, për shkak se e vetmja mënyrë për me arrit deri tek Allahu Azza wa Jall dhe gradat e tij të xhennetit të larta duhet patjetër punë edhe mund. Ai I cili punon dhe angazhohet, ai I cili e dëgjoi Kur'anin dhe ju përgjigj atij, dhe po ashtu ai I cili u thirr për një iman dhe pa asnjë lloj dyshimi u nis që të I përgjigjet asaj thirrjes, ky ishte pikërisht ai I cili e kishte për synim fitimin e kënaqësisë Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall tha: "Rabbana innana sami'na munadin yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna." O Zot, ne dëgjuam një thirrës I cili thirri dhe na tha: "Besoni Zotit tuaj" dhe ne ju përgjigjëm asaj thirrjes. Ramazani po shkon dhe ne gjithë e dimi që do të kthehet sërish po të njëjtën kohë, po të njëjtën termin. Mirë po, ne a do të qemi ata të cilët do ta presim atë? A do të qemi në mesin e gjallëve, apo do të qemi në mesin e banorëve të varrezave? Ramazani shkon sikurse çdo Ramazan tjetër I cili ka ecë dhe ka shku. Mirë po më pas është kthy, pas një viti të plot, megjithatë ka pas njerëzit të cilët kanë qenë agjërueshëm para një viti, po sot këto ditë ose këtë Ramazan nuk e kemi pas në prezencën tonë. E njëjta do të ndodhë edhe vitin që vjen. Ramazani do të vijë, mirë po është pikpyetje se ne a do të qemi në mesin atyre që agjërojmë dhe a do të qemi në mesin atyre të cilët e presin Ramazanin. Pyetja tjetër është çfarë do ndodh me musafin pas kalimit të Ramazanit? Çfarë do ndodh me xhamit pas kalimit të Ramazanit? Ne gjithë jemi dëshmitar se pasi që muaji Ramazanit kalon, musafi braktiset, xhamit boshatisen dhe po ashtu rrugët mbushen me gjuna dhe me mëkate. Fillojnë xhamit që të ankohen dhe musafi që të ankohet
dhe po ashtu edhe rrugët se janë mbush me gjuna dhe me mëkate. Është rrezik shumë i madh që të braktiset musafi pasi që e kapër për te. Është rrezik shumë i madh që ta boshatisësh xhamin pasi që ato kanë qenë të mbushura gjatë muajit të Ramazanit. Kjo tregon se ekziston një dukuri e cila njihet se njerëzit e adhurojnë Allahun vetëm se në Ramazan, kurse në muajt e tjerë e praktisin adhurimin e Allahut azza wa jall. Kur i than Bishr el-Hafid, një dietar i njohur prej parëve ton, e pyetën dhe i than që janë disa njerëz të cilët e adhurojnë Allahun vetëm se në Ramazan, ashtu siç e meriton që të adhurohet. Tha sa populli i keq që ka ky, që po adhuroj ka Allahun vetë se një muaj dhe po e praktiska adhurimin e Allahut 11 muaj të tjerë. Është rrezik shumë i madh kthimi pas devijimit, zbrapsja pas udhëzimit, për shkak se personi i cili deri dje ka qenë i kapur për fe, një muaj të plot është kapur për adhurimet e Allahut azza wa jall, është kapur për namazin, është kapur për leximin e Kuranit, për istighfarin, për sadakan, i ka mbajtur lidhjet farifisnore. Më pas e shef që ka praktikë adhurimin, i ka praktikë ose i ka shkëput lidhjet farifisnore, e ka praktikë leximin e Kuranit, dhikrin, duat, në përgjithësi gjitha adhurimet e Allahut azza wa jall. Ky person është rrezik që të bie në atë shembull që Allahu azza wa jall e përmend në Kur'an. Një shembull për një grua e cila kishte pasjetuar në periudhën e para Islamit. Një grua e cila merrej si shembull për budallaki. Allahu azza wa jall përmendi shembullin e saj dhe tha, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan." Tha mos u bani si ajo grua e cila tjerke, e cila qëndiske edhe pasi që e kryente punën e saj, e shprishte gjithat mundin e saj, punën e saj që e kështë pas bo gjatë ditës e saj. Dietarët e tefsirit e komentonin këtë ajet dhe thoshin që Allah azza wa jall këtë shembull na e solli për një grua e cila jetonte në periudhën e para Islamit. Emri i saj ishte Rabita, prej fisit Beni Temim. Jetonte mes Mekës dhe Taifit në një vend ku kryhet mikati, ose është vendi ku është mikati, ku vishet ihrami dhe bëhet një jeti për umrë dhe haç. Kjo grua njihej në mesin e banorëve të atij vendi, që kjo grua ishte e tillë që bënte një vepër çuditshme. Merrej si shembull për budallakinë e saj. Çfarë bënte kjo grua? Kjo grua kishte punëtorët e saj dhe i merrte edhe fqinjet e saj dhe merrnin edhe qernin, qëndisnin gjatë ditës së tyre. Edhe kur vinte përfundimi i kohës së punës, u jepte urdhër atyre që ta shprishin krejt atë qëndismën e tyre që e bënin gjatë ditës së saj. Edhe pastaj nesërmen e fillonte po të njëjtën punë. E andaj mos u bën sikur se kjo grua, e cila krejt punën e saj e prishte brenda ditës së saj, e ti mos ju kthe gjunave, pasi që ti njëherë u dhave pas adhurimit të Allahut azza wa jall, mos ju kthe shkëpuqjes së lidhjeve farifisnore pasi që i riktheve ato, dhe mos ju kthe kooperacis pasi që e lirove dorën tënde dhe fillove për me dhënë lëmosh, dhe mos u kthe dhe mos u bë sikur se ata që Allah subhanahu wa taala përmendi në Kur'an dhe tha, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf." Ka për njerëzve të cilët e adhurojnë Allahun me kusht. Me çfarë kusht adhurojnë ata Allahun azza wa jall? Thot Allahu fin asabahu khairun itman bihi. Kur Allahu ata i godet me një mirësi, ata falenderojnë Allahun dhe janë të kënaqur me këtë mirësi të Allahut azza wa jall. Mirë po kur Allahu i godet me një musibet, me një fatkeqësi, atëherë u prishet fytyra më njëherë. Nuk janë të kënaqur me caktimin e Allahut, nuk janë të kënaqur me atë që ata i goditi. E tha Allahu azza wa jall, "Khasira ad-dunya wal akhirah." Këta e humbën dunjon dhe ahiretin. E pikrisht kjo është humbja më e madhe. Ramazani po shkon, megjithatë me neve po i lë gjurmët e freskisë së tij. Ramazani po ecën, megjithatë zemrat e tona kanë mbet dashuria dhe malli për të me shpresë që ne do të vazhdojmë kështu dhe takimi jonë sërish do të jetë takim me iman, takim me vepra të mira dhe takim me shpresë që ne do të falemi dhe në fund do të dalim falën prej anës Allahut azza wa jall. Padyshim që ai i cili qau për hir të Allahut azza wa jall dhe syt e tij lotuan për hir të Allahut, si ka mundësi që të i kthejë gjunat, pasi që syt e tij lotuan për hir të Allahut azza wa jall. Padyshim që ai i cili i mësoi duart e tij që shpenzojnë për hir të Allahut azza wa jall, si ka mundësi që ky person më vonë të i kthejë shtrëngimit edhe mos jetë do lëshuar. S'ka dyshim se ai i cili me fytyrën e tij ron seshte për hir të Allahut azza wa jall, si ka mundësi që të i kthejë dikujt tjetër jashtë Allahut azza wa jall. Le ta dinë gjithë ata të cilët
të cilët mendojnë që me kryerjen e Ramazanit kryhet adhurimi. Le ta dinë që Zoti i Shevalit, muaji që vjen pas Ramazanit, është edhe Zoti i Ramazanit dhe është Zoti i gjithë muajve qerë. Dhe le ta dinë të gjithë ata që e adhuruan Ramazanin, se Ramazani po përfundon, kurse ata që adhuruan Allahun, le ta dinë që Allah është i përjetshëm dhe Allah nuk vdes asnjëherë, dhe ai meriton që të adhurohet dhe jo një krijesë e tij apo muaji i tij. Elusi Allahun azza wa jall që Allah na bën prej atyre të cilët e adhurojnë Allahun ashtu siç e meriton. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i edukonte sahabët, ata i frymëzonte që të vazhdojnë me adhurimet e tyre në vazhdimsi. Mos të shkëpusin ato, po qenë të vazhdueshëm, qofshin ato adhurime edhe pak. Pejgamberi Allahu azza wa jall tha që vepra më e dashur tek Allahu është vepra e cila është e vazhdueshme, e cila vazhdon, e cila nuk ndërpritet, e cila është e tillë që në vazhdimsi e shëshon robin. Kjo vepër s'ka dyshim që edhe nëse është pak, ajo do të shpërblet shumë tek Allahu azza wa jall. Këto është një pyetje për veprat vullnetare, sepse për farzin asgjë diskutohet. Andaj ata që agjëruan gjatë muajit të Ramazanit, le ta dinë se me përfundimin e Ramazanit nuk përfundon agjërimi. Ka dhe agjërime qera të cilat janë vullnetare. Agjërimi 6 ditëve të Shevalit, po ashtu agjërimi i ditës së Muharrimit, 10 që do thotë Muharrimit, po ashtu agjërimi i ditës së Arafatit, agjërimi i 3 ditëve të bardha, edhe shumë ditë qera të cilat preferohen për me agjëru. Agjërimi jo të cilën ti e pate gjatë muajit të Ramazanit, le të jetë stimulim për ty, le të jetë mësim, le të jetë edukim se agjërimi shpërblet shumë fish, dhe se për agjërimin tënd shpërblet veç Allahu azza wa jall. Andaj ndoshta disa orë qëndron i etur, pa ngrënë dhe papir, me gjithas shpërblimi tek Allahu azza wa jall është i madh. Ata që filluan me gjatë Ramazanit me faljen e namazit, le të qëndrojnë dhe le të mbahen kësaj rruge për shkak se është rruga e shpëtimit. Padyshim që namazi është shtylla e Islamit. Namazi është ajo që e dallon besimtarin për jo besimtarin. Namazi është vija mes kufrit edhe mes imanit. Namazi është shpëtimi jon në dunjë dhe poshtu në ahiret. Namazi është feneri jon, i cili neve na ndryshon në dunjë rrugtimin ton dhe poshtu në ahiret rrugtimin ton deri në xhenetin e Allahut azza wa jall. Andaj nëse ke filluar me faljen e namazit, mos e braktisat. Nëse deri gjë nuk ke qenë namaz fals dhe Ramazani ka qenë shkak që ti të fillosh me namaz, le të jetë namazi ose le të jetë Ramazani piknisja jote e faljes së namazit. Le të jetë Ramazani piknisja jote e ndryshimit tënd në jetën tënde. Dëshmoje me veprimet e tua para Allahut se ti ke ndryshu dhe Ramazani ka ndryshu dhe Ramazani ka pas ndikim te zemra jote. Andaj mos e braktis asnjëherë, mos e braktis namazin, për shkak se namazi do të kesh shpëtim jot me lenin Allahun dunjë dhe në ahiret. Po ashtu, nëse ke qenë prej atyre të cilët ke prezantuar në namazin e taravive, e në veçantë 10 e fundit në namazin e natës, dije që namazi i natës është tradita e parëve tonë, dije që namazi i natës është një adhurim që të afron më së shumti tek Allahu xhel. Namazi i natës nuk është i rëndë ashtu siç ne e paramendojmë. Ndoshta duket në sytë e parë, ndoshta ditët e para është e vështirë, mirë po më vonë ai do të lehtësohet me lenin Allahut azza wa jall. Edhe nuk është patjetër që çdo herë të falësh 20 rekate ose 8 rekate, po mundesh edhe 2, mirë po të qenë vazhdueshme, sepse në këtë formë me lenin Allahut do të forcohesh, në këtë formë me lenin Allahut do të ngritet vlera jote, do ta tregosh imanin tënd dhe po ashtu dinjiteti i besimtarit është në namazin e natës, ashtu si sherin hadithin e Pejgamberit sa ku Xhibrili tha o Muhammed, tha jeto sa të duash sepse një ditë do vdesësh. O Muhammed, duaje këtë duash sepse një ditë do të ndahesh prej tij. O Muhammed, vepro çfarë të duash sepse për te do shpërblesh. O Muhammed, dije se dinjiteti i besimtarit është në namazin e natës, kurse krenaria e tij është në të qenat i pavarur prej njerëzve. Po ashtu, leximi i Kuranit që ne e lexonim vazhdimsi gjatë muajit të Ramazanit. Leximi i Kuranit besimtarin e kënaq. Leximi i Kuranit besimtarit i ashton imanit. Leximi i Kuranit i angjall zemrën atij. Nëse ke qenë për atyre që e ke lexuar, edhe nëse nuk e ke lexuar shumë, dhe nëse nuk ke ditë mirë për me lexuar, mos e ndal asnjëherë. Mos e braktis leximin e librit të Allahut azza wa jall. Nëse do për me i fal, nëse do që Allahu azza wa jall të flet ty lezo Kur'anin, nëse do që ti për me i fal Allahut azza wa jall strehu te namazi. Thoshte Amr ibn al-As, çdo ajet në Kur'an është grad xhenetin Allahut azza wa jall dhe është fener në shtëpi tuaj, kurse thoshte Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thoshte në shtëpi
ku lexohet Kurani, ajo shtëpi do zgjerohet edhe nëse është e ngushtë. Po në zemrat e tyre ajo shtëpi do zgjerohet me lejen e Allahut azza wa jall. Dhe po ashtu kanë të shumë hajër. Do të prezantojnë melaqet në shtëpi edhe do të largohen shejtan. Kurse në shtëpi ku nuk lexohet Kurani, edhe nëse shtëpia është shumë e gjerë dhe është pallat i madh me gjithat antarëve të asaj familjes, shtëpia e tyre do që duket e ngushtë, në të nuk ka hajër. Prezantojnë shejtant dhe largohen prej atij vendi, largohen me laqet e Allahut azza wa jall. Nëse ke qenë gjatë muajit të Ramazanit, do lëshuar dhe nuk e ke ndarë sadakën tënde. Dije që sadakaja vazhdon edhe pas muajit të Ramazanit. Sadakaja është e vepër e cila e kënaq Zotin tënd, e fik zemrimin e Zotit tënd, i shlihen gjunat e tua, e kënaq nevojtarin edhe fukaran, andaj mos e ndalat. Mos e ndal sepse me përfundimin e Ramazanit nuk përfundon edhe dhënia e lëmoshës. Bëu prej atyre të cilët janë bujar, janë fisnik, sa më shumë që jep, dije që Allahu xhel do ta shton pasurinë tënde edhe më tepër Allahu ty do të jep. Ramazani po ik, edhe Ramazani po shkon, megjithatë ne shpresojmë që Allah të na mundsojë që të presim edhe shumë Ramazane të tjera. Me shpresë se ky Ramazan ka qenë piknisja për mirësimin ton. Dhe Ramazani që do të vinë tjera do të na gjejnë edhe më të përmirësuar dhe më të devotshëm. Dhe shpresojmë që ne pas përfundimit të Ramazanit ta kishim arritur shpërblimin e Allahut, e që është lirimi jon nga zjarmi i xhenemit të Allahut azza wa jall. Kurse synimi i Ramazanit që është devotshmëria, padyshim që të shihet në gjymtyrët e tona edhe në veprat e tona. Thoshte një prej parëve tan, nëse nuk të falet në Ramazan, kur do të falet ty o musliman? Nëse ti nuk përmirësohesh në Ramazan, kur do të përmirësohesh o musliman? Nëse ti nuk e arrin natën e Kadrit, dhe nëse ti privosh prej natës së Kadrit, atëherë çfarë do të ndodh me ty? Kur do të përmirësohesh ti? Kur do të falet ty? Dhe kur do të qesh ti më i mirë? Nëse tash nuk përmirësohesh, edhe nëse tash nuk bëhesh i mirë. Elusi Allahu azza wa jall që përfundimi i Ramazanit të përfundimi i mirë. Pejgamberi sa më tha innamal a'malu bil khawatim, vepra shpërblen sipas përfundimit. Elusi Allahu që përfundimi jot të jetë i mirë. Elusi Allahu që ky Ramazan, që Ramazani përmirësimit ton. Elusi Allahu azza wa jall që veprat e tona Allah të kishte pas pranuar. Agjërimin ton, leximin e Kuranit, sadakat tona, zakatin ton, gjitha veprat e mira tona. Elusi Allahu që na mësoj që të shohim peshorën e veprave të mira ditën e Kiametit. Elusi Allahu që na mësoj që të presim edhe shumë Ramazane të tjera. Dhe elusi Allahu që na mësoj që të jemi sa më të mirë pas muajit Ramazan, të përkushtuar, të bindur edhe më tepër ndaj Zotit ton, që jemi të bindur sinqert në adhurimet që i kryejmë ne, që jemi të përqendruar stabil në fenë e Allahut, sepse çka duhet ose çka të vijnë jeta nëse ti dorëzon amanetin Allahut, fytyrëzi i cili nuk e ke fal namazin, i cili e ke braktisat, e ke braktis librin e tij, e ke braktis çdo vepër tjetër, edhe më pas ke shpresu falje prej tij. Elusi Allahu që mos ta bën prej tyre, po elusi Allahu që dalin para Allahut fytyrbar, dhe elusi Allahu që çdo musliman edhe muslimane të gjallë të vdekur Allahu të kishte pas fal dhe mëshiru. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.